Nëse je një person i cili jeton në EU dhe investon në kripto ose dëshiron të investon në kripto, atëherë kjo video është pikërisht për ti. Nga një korik, të gjithë exchange-at që nuk i plotësojnë mika kushtet, nuk do të kenë mundësi që të bëjnë blerje në shëshqite në kriptovaluta. Të gjithë njerëzit që jetojnë në EU dhe blejnë për shembull në Binance, nuk do të kenë mundësi nga një korik që të blejnë ose të shesin kriptovaluta. Arsyeja është se Binance, exchange-i më i madh në botë, nuk i plotëson mika kushtet. EU-ja ka bërë do licenca të specializuara për shtetasët europian, ku exchange-at, nëse dëshirojnë që të funksionojnë në EU, do t'i plotësojnë mika kushtet ose mika rregulla. Të gjithë ata që nuk e kanë marrë mika licencën nga një korik do të pezullohen dhe nuk do të kenë drejt që të blejnë ose shesin kriptovalutat investitorët që përdorin exchange-at ku nuk i plotësojnë mika kusht. Për këtë arsye, nga një korik do të bëhet një kaos në treg. Mbi 3000 exchange ku janë momentalisht në dispozicion, veç 200 exchange i plotësojnë mika kushtet. Mund të verifikojmë së bashku se kush i plotëson mika kushtet shumë lehtë. Cash Tracker ku mund të shohim se kush i plotëson mika kushtet dhe kush nuk i plotëson. Paramenoni Binance i është refuzuar licenca. Binance ka pasur një marrëveshje me Greqinë ku nëpërmjet Greqisë ka dashur që të marrë licencën mika. Por kena marrë lajm që licenca e Binance është refuzuar dhe Binance ka thënë që të gjithë njerëzit nga EU, nga njëshin korik, nuk do të kenë mundësi më të bëjnë ose të blejnë ose të shesin kriptovaluta. Mika licencën i plotësojnë këto exchange që mund të shihni vetë. Bybit, Coinbase, OKX, mund të shihni Gate.io, KuCoin, Crypto.com. Mund të shihni këtu se shumica janë në pritje të mika licencës. Gemini, mund të shihni se shumica e exchange-eve që janë USA pa diskutime i kanë pranuar licencën mika, ma kanë dhënë, pse se nuk kanë EU nuk po do që të diskutoj me USA, se Trumpi është shumë i keq. Mund të shihni këto poshtë çfarë maltretimi janë duke vu bërë. Veç duhet pres. Nuk është edhe aq lehtë që të fitosh mika. Shembull, ti aplikon i plotëson kushtet ku 300 dhe 700.000 dollar kushton dokumentacioni për një exchange, aplikimi dhe ti plotëson kushtet, aplikon dhe nuk merr asnjë përgjigje nga mik. Të gjithë njerëzit që janë në EU nga një korik, nëse përdorin Binance shembull ose Ubit ose ndaj exchange që nuk është mika licencuar, nuk do të kenë mundësi që të bëjnë blerje ose shitje. Për këtë arsye, ju që jeni në EU do të keni kujdes cilin exchange e përdorni. Kurse shtetasit nga Ballkani, Maqedonia, Kosova, Shqipnia, do të funksionojnë normalisht, normal, si dhe sot, për arsye se nuk është në EU dhe nuk ka nevojë që t'i plotësojnë mika kushtet, mund të përdori pa problem Binance një shtetas i Maqedonisë, Kosovës ose Shqipërisë. Ashtu edhe shtetasit e Zvicrës ose që jetojnë në Zvicër do të funksionojnë normalisht se Zvicra nuk është në EU, kurse shtetasit tjerë, Gjermania, Austria dhe kështu me radhë, shumica që nuk janë plotësuar mika kushtet mund të shihni këtu, do të kenë shumë problem edhe për t'i plotësuar. Dhe mos haro që të bësh subscribe channelin, një like që të prekrahesh për algoritmin YouTube-it dhe miru pafshim dhe video në radhës.